Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të parë më gjërësisht zhvillimet kryesore sa i përket luftimeve në Europën lindore, por gjithashtu të rejat më të fundit nga konflikti armatosur në rajonin e lindjes mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Duket se në konfliktin Rusi-Ukrainë është koha e testimit të aleancave dhe fuqive që ato kanë pas sulmeve të fundjavës, ku Moska shënoi një rekord në sulmet ndaj Ukrainës me dron me 273 të tillë në Donetsk, por gjithashtu edhe në Kiev. Edhe këtë thënë, bombardimet e ushtrisë ruse kanë vijuar duke shënjestruar kryesisht lindjen e Ukrainës. Raportimet e fundjavës treguan se pati një grua 28 vjeçare të vrarë në Ukrainë dhe 3 persona të plagosur, ku mes tyre ishte edhe një fëmijë 4 vjeçar, ndërsa sipas raportimeve të orëve më të fundit sa i përket bombardimeve të kryera nga ushtria ruse në Zaporizhia, në Sumi, por gjithashtu edhe në Kharkiv dhe Donetsk, raportohet se kanë humbur jetën të paktën 2 persona, ndërkohë që janë plagosur 10 të tjerë. Kur flas për testimin aleancave i referohen faktit se Rusia ka kthyer në një element kyç të luftimeve të saj në frontin e betejës dronët shahet të dhuruar nga Irani. Moska është detyruar shpeshherë për gjatë më shumë se 3 viteve luftë që të ndryshojë strategjitë e saj të luftës me synimin kryesor për të mos humbur forca ushtarake në terren, e mbi të gjitha edhe artilleri të rëndësishme ushtarake. Një tjetër zbulim i bërë sfundmi nga media britanike dhe Telegraph në bashkëpunim me burime të ndryshme në Kiev, por gjithashtu edhe në Moskë ka treguar se një tjetër strategji nga Moska ka dështuar në frontin e betejës me implementimin e saj. Bëhet fjalë për ato çfarë kemi raportuar vitin e shkuar, që konsiderohen motorcikletat të cilat përdoren në frontin e betejës, të cilat janë parë në Donetsk, por gjithashtu edhe në Kharkiv. Moska zgjodhi këtë mënyrë pas dështimeve të vazhdueshme dhe humbjeve të mëdha të tankeve në frontin e betejës për gjatë dimrit vitit 2023 dhe 2024, por të dhënat më të fundit kanë treguar se këto motorcikleta janë shkatruar në frontin e betejës në masën 70%, duke lënë të vrarë mijëra ushtar rus në frontin e betejës, cilët tentojnë të shkojnë në llogoret ukrainase me synimin kryesor për të pushtuar më shumë territori. Instituti për studimet e luftës ka treguar se ka qenë kjo një strategji e fundit e Moskës për të përshpejtuar përparimin e saj në frontin e betejës në lindje të Ukrainës. Motorcikletat që shihni në ekran kanë një shpejtësi prej 73 km/h, por shpërthimet që shihni në këtë pamje janë pikërisht kundër përgjigjet të Ukrainës, e cila me dronët e saj, të cilët udhtojnë në dyfishin e shpejtësisë, ka arritur që të shmang këto sulme të Rusisë dhe përparimin më të rëndësishëm të tyre në frontin e betejës, jo vetëm në rajonin e Donetskut, por gjithashtu edhe në rajonin Sumi për gjatë ditëve të fundit. Duhet ndalem te ky rajon pasi trupat Ukrainës u përzun nga rajoni i Kurskut. Rusia nisi atë çfarë bëri vet Ukraina me një inkursion ndërkufitar pikërisht në rajonin e Sumit. Pretendimet më të fundit të Moskës janë se për gjatë orëve të fundit ka arritur që të pushtojë 2 fshatra në rajonin Donetsk, por gjithashtu edhe në Sumi, sipas raportimeve më të fundit bërë nga inteligjenca e Moskës dhe e cila është shpërndar pikërisht në mediat kryesore të Rusisë, bëhet fjalë për fshatin Marin pikërisht në rajonin e Sumit dhe gjithashtu edhe për fshatin Novolenivka në rajonin e Donetskut, atje ku Rusia ka pushtuar më shumë se 60% të këtij territori në një prej 4 rajoneve të cilat Kremlini ka konsideruar të aneksuar. Për gjatë javëve të fundit kemi parë tentativat e vazhdueshme të Moskës, të cilët janë zbrazur pikërisht në rajonin e Sumit, megjithatë qëllimi i tyre kryesor sigurisht që qëndron marrja e qytetit Kharkiv, qytetit të dytë më të madh të Ukrainës, një synim ky i cili u zbulua pikërisht në dokumentat sekrete të Kremlinit. Do të zhvendosim vëmendjen tonë për të folur tashmë mbi luftimet intensive në rripin e Gazës, atje ku duket se presioni ndërkombëtar ka dhënë efektet e tij mbi qeverinë e Benjamin Netanyahut, ka qenë pikërisht vet kryeministri izraelit, i cili në një postim në rrjetin social X ditën e sotme ka zbuluar se do të lejojnë futjen e ndihmave humanitare në rripin e Gazës në sasi minimale për të shpërbërë atë çfarë është një zi uri apo edhe krizën e urisë. Benjamin Netanyahu ka deklaruar se sipas bisedimeve që ka pasur me disa prej senatorëve më të mëdhenj amerikan, por gjithashtu edhe real perëndimor, ata i kanë treguar se po japin të gjithë ndihmën që të fitoni dhe të eliminojnë Hamas, por nuk mund të pranojnë imazhe të urisë masive dhe nuk mund ta durojnë këtë gjë, kështu që për të arritur fitoren duhet ta zgjidhim disi këtë problem, duhet të sigurojmë gjërat më minimale që të mos ketë uri, deklaroi pikërisht kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili përgjatë fjalimit të tij tha se pushtimi masiv i rripit të Gazës do të vijojë në mënyrë intensive. Të paktën 30 herë qyteti jugor ka njënisur godit nga sulmet izraelite përpara se Tel Avivi zyrtar të jepte një urdhër për evakuimin
urgjent të civilëve të pafajshëm. Rikujtojmë se Izraeli deklaroi se do të niste pushtimin e tij në të gjithë enklavën palestineze për t'u hakmarrë ndaj Hamas për 57 pengje që nuk e liruar ende nga grupi militant duke detyruar popullsinë e veriut të Ripit të Gazës të zhvendosej drejt jugut. Kjo nuk është hera e parë që Izraeli shton presionin edhe mbi zona të cilat ishin caktuara si të sigurta dhe pikërisht ky është shembulli me Kanjonis atje ku mijëra civil të pafajshëm kanë nisur tashmë në nxitim të evakuohen pas paralajmërimit të Izraelit për sulme dhe bombardime intensive. Njësoj si në ditët e kaluara, sulmet e kryera nga ushtria izraelite kanë lënë të vrarë të paktën 60 persona për gjatë 24 orëve të fundit, sipas asaj që ka deklaruar Ministria Palestineze e Shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas. Ishin këto të gjitha informacionet e fundit përgatitura për këtë hapësirë të War Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të reja të fundit nga dy konfliktet më të nxehta globale.